E di si o punë që ne shqiptarët jemi si vojnë lakna. A, që përdajnë. Ne hibrim dume pas. Po te politika. Se këto dyja kanë ngele, o Big Brother, këto show që vajnë lakra, apo këto partisë. Du të them të nuk më intereson fare, as politika, se nuk jetoj këtu. Po i po bën thirrje në diasporë, edhe jashtë ju do votoni nga diaspora, nga jashtë ku jeni? Atere, për mu më mirë të thonë diasporë, se kush ato qa bëth për këtarë. Po pëse ta merë mene se do lesh pintime të kalamujt e mi, e të vi këtu me rrenat e këtyne. Se nuk e beso thirrjen ti që thonë ato që hajde si Shqipëria është më mirë se pati ku jeni ju? Tha plaka ime hajde sërda, do vise dhe më tha Edi apo Salja, ka më ti qika. Po pëse më se ka njerëz që i çajnë duar, i bëjnë duar gjak, duke duar trokit, e besojnë të që... E ke drejt, se kom një nip ka 4 vjet që ka nga Italia dhe rremene do se filloj punë këtu. Ka marrë shkollën e lartë atje dhe e bi vërdall. Ka 4 vjet që vi vërdall. Vi vërdall ti, a është mirë të paktën? Është pa punë, po them vi vërdall, nuk e qas i rim der. Nuk du, këta dun... Po mi më na e thoni pak të realitetin. Realitetin, keni i zarf. Po, 500 euro vota, ka dalë shumë më lartë. Po, keni i zarf. Po me lekë do të japësh, apo... A është më mirë? As me lekë, as me lekë, se s'du me prish gojë. Po prishëm se është si që që ka këtu. Nëse dhe themi të qesh jemi mirë, kështu jemi keq, ta themi jemi keq, jemi keq. Nuk të themi se jemi keq, se klubet janë plotë burr, klubet. Unë vi këtu dhe çuditem. Çuditem se gjithë kohë skemi, jemi pa punë, kanë hik çunat e ri, gocat e reja. Jam plot një shifi. U kënaqë duke pa. Po pse ndodh kjo, mentaliteti, mendësia, kaq këtu jemi. Po, kjo është për konsum burr, për konsum. Po Shqipëria, ju sa vite keni që jetoni jashtë? 25 vite. Ku? Në Greqi, Itali? Në Itali. Në Itali. A ka ndryshuar realisht nga ajo momenti që ju e keni lënë Shqipërinë dhe sot? Po si s'ka ndryshuar, është më mirë? Më mirë, është 100 herë më mirë. Më mirë në Shqipëri. Po njerëzit janë pa ato. Vetëm ne nuk durojmë dot rrenat që ta thënë hajdini. Ore neve. Ekonomia si ju e thatë vetëm, keni rastin e nipit tuaj. Ne flasim për fasadë për gjëra, se nuk është ja të them një realitet, se këta zihen e grin, jo i përzuni, na përzuni Edi. Po, gjithë na kanë përzuni Sale. Jo, nuk ta ka përzon njeri. Ke një pashaporti, do më një pasaport që mund të lëvizja e lirë, se për këtë luftum, nga 90-ën. Ata e luftojnë në nësot, lëvizja e lirë, qa është? Unë do hike ku mendoju se më jabë mirë. S'përzeu kush. Mu personalisht ka përzon Sala. Pse? Se na do një repartin ushtarak të Ministrisë Mbrojtjes, ku kam punu ke oficina Ministrisë Mbrojtjes, ngelëm rrugëve pa punë, edhe jam mathën për Itali. Kjo është historia. Dhe këto të Edit janë me pasaport gjithë. Ta të Edit. Nuk është Edi është burë me mire, po është i qikë me mirë, po të vesh dy. E keqja me vogël është Edi. E keqja me vogël. Po si kemi ardhur në këtë pikë që flasim për të keqja më të vogël, nuk flasim për më të mirë më të vogël ti. Po se s'ka tjetër më çu, nuk ka tjetër. Po gjithmonë është lakuar ajo që thonë që ha të vi rinia. Po këto partitë e reja. Kush rinia? Këto partitë e reja, këto emrat e rinj. Ora që ta bëjnë unë një parti me binja 4-5 shqiptarë atje, e dim këtu, edhe të pagujmë në legët edhe bëjmë një parti. Me këtë bashkohesh e pastaj, se këto lakohen që thonë jo është i Salës, është i Ramës. Ora, gjithë se cili doj vend, për të bë vend... Për vete janë thua? Po për qëpa, për mua për ty. Për mua për ty. Cili ka qenë pushteti më mirë për shqiptarët? Në cilën kohë për shembull? Nano, Berisha, Rama, Majko, Enver Hoxha, Zogu... Një gjë, për që Zogu, më për që nëse me koja të kohë qepës. Atere, nga viti 91, 92 që dhe 98, vetëm flak, 3 herë është dikë Tirana, 3 herë. E mos ta prish gojën varë që unë, edhe me loko të bërë me vilam, tu vjedh tulla, tu vjedh lache, tu vjedh dyqanet. Në momenti kër i bështi dyqanet me grina hekri, se çdo 2-3 vjetë fillot e grabitja. Kjo është periuda këtia që lafdrot sot, periuda Salës. Tash ta morë dhe jërë Sala të fillëm nga fillimi. Se të përsëritë prapë thua, kjo është e keqja. Ne harrojmë shpejt? Jo, po ne jemi tifozën, ne nuk shkojmë me pikpamje politike, a kupton? Kur themu që nuk më intereson, thjesht për këtë punë. Unë jam tifoz i Partizanit, se kam pas shpike klubi Partizanit. Po, me që dherë dikuj të dikuj që u shyri rritë me... Po jam rritë aty, shove shifë 2-3 vite, shifë gjithë. Pasaj thoshim, me që Tirana ishe skuadrë me mirë, simpatizoj dhe Tiranën për qenë mrena që...
Mos duke që budall fare, e se fatizoj që... Po mi po këta që shkojnë me këshumë, valla, me... Po kanë interesat, Hajde se do ta ka dikim, interesat veçanta, të shkurtra, të vogla, të gjata, unë nuk i di, këto nuk i di. A nuk janë më dëmshme këto për shembull një ri që Po, të nuk e rritet rregullan duke të- marrë flamurin dorë, pishtarin e partisë. Nuk e rregull ta thash, për tifozliku është vjen edhe tifozliki i mendësia, smur, kultura, se tjetra. tifoza ka shumë, po ke patur tifozë që vetëm Jo, shkojnë në ju e stadium thatë, ju me tifoz keni bosher. qenë si keni pas tërvitjen, keni Po, pas po, edhe këta e kam Po jo pas. tifozi është i shoku im me Partizanin të bëmë me Partizanin. Ja, po shkoshim, ore. Shoqëria shkon bashkë, Turma. turma. Kështu që neve kur shkoshim atje, shkoshim rrishim gjithë ditë, pastaj shkoshim në stadium. Ata që ishin të çmendur vishin me bosher në stadium, nuk vishin me panesh. Po politika tani, ju keni jetuar 25 vite në Itali. A është ndryshe këtu në Shqipëri në krahasim me Italinë për shembull? Dita them këtë se ta thash Se ndjek shumë interesa atje. fare. Merren shumë me politika atje? Fare. Njerëzit banorë, qytetarët italian. As të gjë kush. Në Fare, punë që fare. ul kokën, në punë kështu, ule kokën. A shuhemi ne si popull me llafe, le të themi si që merremi edhe me këtë edhe me atë. Ne a ke pati që jemi më të mirë në botë Pa, me llafe. funi. Më të mirë në botë. Ne kemi çka nuk kemi themelu, çka nuk kemi kriju. Në fund fare Jemi edhe popull i parë, i pari kone Salebit, i funit kone Soçme. Ky jemi ne. Kaq, Marok kaq tu. Të përshëndes. Na fal se po se te prova. Jo, na fal dizit mora kohë se Tash mbyllë që ke qenë llafose bikë. Neve që ima ne. Jo nuk ta bin më se jemi se them jashtë sfere. S'të le puna çuna. Shkon mjes në punë, të dalësh se varet ku ke punë, po ke 20 km larg. Po. Do hypesh makinës, do shkosh fund botës. 2:30 ke pushim drek, do vish në orë 7. S'ke kohë fare, as Shko, do vish në shtëpi. Tash këto 2 orë pushim, se unë kam punu mekanik atje. Do rish Shqipëri gome se s'leja i padroni më hangër buke makina ke se botërime. I gjoti? Që do kthehesh në shtëpi, sa të bosh rrugën, vajtë orë 7:30. Tu pa lajmet, sa të zi makaron, zhe gjumi, hap sy tu gdhi. Kështu ka kalu 25 vjetë vajtat. Tash jam pension edhe vi për... Dhe kem akoma njerëz që janë gjallë. Pensionin prap do ta hash po atje, do të qëndrosh po atje. Shqipëri vjen thjesht për Kam shpinë ti... Atere. për Vi mollë, për qef, vi qef. 3-4 muaj hiki, vi prapë. Jo, duhet dalë te kjo që Shqipëria edhe për pensionistët. Po jo, më nuk nuk është. është më as për pensionin, nuk është më si këtu edhe këtu s'ka Ore, çfarë bën, do e, ndikosh ja nga ta them, tjetri të flasësh te që bëm ne këtu tani. Unë vi me lek, edhe këta 200.000 lek, se marr 200.000 lek, 227.000 lek. Po. Më nëse po të votosh Berishën do kesh edhe 200 tjera plus. 200 tjera. Po kam në 1000 tjera, nuk i kam... Nuk pa pres Berishë që mallkoj veten. Çku desh mua. Rrojsh let, ish mirë. A kupto. Na fali se mos më prisha qefi, nuk Jo, e di. ne era jeni të pavarur, e di. Sta interesant. Jo, ne jemi realisht jemi Po. pavarur, jemi në YouTube. Pisu. Mirë se erdhe. Përshëndes. Mirë, pra, Jeni mirë.